nuk ka bërë asgjë më pak se sa ka bërë presidenti i Kolumbisë Gustavo Petro, që u shpall në ngrata nga Shtetet e Bashkuara me argumentin që në qeverisin e tij lulëzuan kartelet e drogës. E njëjta gjë ka ndodhur në Shqipëri. Është fiks ajo që thot Gratieri, qeveria shqiptare u ka krijuar çdo akses të mundshëm për të pastruar paratë e pisa, po në këtë histori Sonila duhet themi edhe një të vërtetë tjetër, nuk janë vetëm paratë e drogës në këtë histori. Janë edhe paratë atyre aferave korruptive që ne flasim ku shkojnë. Aty janë paratë e buxhetit të shtetit janë me ato paratë e tunelit. tunelit. Dhe pse është Edi Rama përfituesi më i madh në këtë histori? Ne duhet kemi parasysh që nëse një grup kriminal merr një leje ndërtimi, për shembull për një kull 50 kate apo 60 kate, paguan një shumë të majme që shkon në buxhetin e shtetit, që është zbardhja e lejes. Pyetja që shtrohet është kush i menaxhon paratë e pushtetit. Tarif tjetër që paguhet është për studiot arkitekturore. E kanë kush? Të gjithë biznesmenët e ndërtimit që do ndërtojnë një kompleks të madh në Tiranë, mbi 8 kate apo mbi 9 kate apo një kompleks shumë të madh apartamentesh, e kanë kush të vendosur nga qeveria, qoftë edhe në zonat bregdetare, pra për resortet e mëdha, po flasim këtu jo për ato vilat apo shtëpitë e thjeshta, e kanë kush që duhet të kenë studi arkitekturore ndërkombëtare, pra ato shokët e Boerit. Në Itali ne Boerin e kemi në ndërtim për një çështje të ngjashme.